Turizmi shqiptar ka kapur sërish interesin e mediave të huaja, por këtë herë bëhet fjalë për një këndvështrim krejt ndryshe. Një artikull i shkruar nga Agjencia e Informacionit AFP dhe që është botuar në Al Arabia ka vënë në dukje edhe me humor një element të veçantë në plazhet e Shqipërisë. Këtë herë turizmi ka shërbyer për të hulumtuar tolerancën fetare. Artikulli bikinit dhe ferexhet për plase në plazhet shqiptare fillon kështu. Shtatori mblodhi një numër të madh të muslimanëve të devotshëm në të vetmin plazh burka në Shqipëri pas muajit të shenjtë të Ramazanit, ku femrat munden të bëjnë plazh të mbuluara me veshjen tipike muslimane ferexhe në një distancë mjaft të shkurtër nga një tjetër Shqipëri, ku vajzat bëjnë plazhin me bikini provokuese. Ky kontrast mund të mos jetë i pëlqyeshëm për të gjithë, por është testamenti një tradite të vjetër shqiptare për sa i përket tolerancës fetare, e cila pothuajse mbijetoi për rreth gjysmë shekulli gjatë regjimit komunist, pavarësisht se ky regjim u mundua të zhdukte të gjitha fet. Kjo është përshtypja interesante e hulumtimit të agjencisë AFP, por pa diskutim, është interesante për të parë edhe fakti që një website islamik si Al Arabia interesohet të vënë në dukje brenda vendit të tij këtë realitet tolerant të shqiptarëve. Rreth 2/3 e këtij vendi mesdhetar me 3.2 milion banor janë musliman, thuhet në artikull. Shumica tjetër është kristiane, ortodokse dhe katolike. Bashkëjetesa midis besimeve të ndryshme është normë në BE dhe Shqipëria është shpresdhënëse në këtë pikë. Plazhet shqiptare kanë vend për të gjithë. Xhihab, burka, bikini, rroba banjo, thot Arta, një qytetare shqiptare. Secili ka vendin e tij, thot Selimi, një tjetër qytetar që i përket komunitetit musliman. Ai shton për agjencinë AFP, pse disa njerëz mendojnë se të tregosh pjesë të ndryshme të trupit është shenjë civilizimi dhe lirie, ndërkohë që kur mbron trupin tënd nga shikimet e njerëzve, është shprehje e prapambetjes. E në fakt, as Al Arabia nuk ka një përgjigje për këtë. Por ama i gjithë artikulli duket si një ftesë për muslimanët e vendeve arabe, të cilët në mënyrë fisnike ftohen nga Al Arabia të vizitojnë këtë plazh të veçantë në Shqipëri. Selimi jeton në Spille, një vend i vogël dhe i veçuar, por me shtrirje të gjatë të Bregdetit me rreth 100 kilometra në veri perëndim të kryeqytetit Tiranës. Nuk ka asgjë zyrtare për vendin e mbiquajtur plazhi Burka. Ky vend është treguar në mënyrë informale nga muslimanët konservativ, të cilët nuk duan të ekspozojnë trupin ndërsa bëjnë plazh, dhe është i vetmi vend ku muslimanët mund të bëjnë plazh në Bregdetin e Adriatikut dhe Jonit në Shqipëri. Duke qenë se gjatë muajit të Ramazanit në gusht, plazhi Burka ishte bosh, për shkak se shumë muslimanë evituan frikën se mos pinin ujë, ndërkohë temperaturat u rritën sërish deri në 30 gradë. Shumë muslimanë do të vijojnë të vërshojnë drejt këtij plazhi deri në tetor. Pavarësisht se plazhe të tilla janë mjaft të rralla në Europë, shumë familje e pëlqejnë faktin që në këtë plazh nuk ka ndërtesa dhe se atyre do t'i duhet të ecin në këmbë rreth gjysmëore nga plazhi kryesor i Spilles për të arritur. Por të gjithë janë të lirë të zgjedhin, madje dhe vajzat me bikini gjatë gjithë Bregdetit të Spilles, ndërkohë që gratë dhe fëmijët tanë kanë këtë hapësirë, tha Selimi. Ndërsa shumica e shqiptarëve janë musliman, shumë prej tyre janë liberal. Shumë pak femra mund të shihen rrugëve me fytyrën e mbuluar, ndërsa konsumimi i alkoolit, i cili i ndaluar në Islam, në Shqipëri është i zakonshëm, thuhet në artikull. Shqipëria post-komuniste ka parë një rizgjim të gjitha feve pas ndalimit absolut të fesë gjatë regjimit stalinist për gjysmë shekulli, gjë e cila izoloi Shqipërinë nga bota e jashtme. Islami nuk e ndalon një grua të bëjë plazh, por vetëm nëse e mbulon veten në mënyrë të përshtatshme për të mbrojtur veten nga shikimet dhe për të kënaqur vetëm Zotin, insistoi Fatima, nënë e 2 fëmijëve, e cila sapo kishte dalë nga uji e veshur me një veshje të gjatë e të zezë, shkrua në AFP. Në një plazh me bikini, qëndrimi është tolerant, por sfidues. Nuk kam asgjë për të fshehur, as nga Zoti, as nga dielli,
thot një studente e psikologjisë për AFP-n, ndërsa rregullonte bikinit. Ajo insistoi se të notosh me një xhihab nuk është më shumë modeste se sa të notosh me bikini. Pak më sipër disa femra shkuan pak edhe më larg, po shijonin rrezet e diellit në topless, një praktik jo pa rrezik kjo. Plazhet shqiptare kanë vend për të gjithë, xhihab, burka, bikini, rroba banjo, tha Arta, ndërsa merrte rrezet dielli në një plazh publik. Modestia është çështje personale, është shumë e rëndësishme që të gjithë të kenë të drejtën të zgjedhin dhe të pranojnë të tjerët pa ndonjë kompleks. Kjo Shqipëri, e lirë dhe që ka vend për të gjithë dashamirësit, është tashmë e njohur në arenën ndërkombëtare. Madje në rastin e fundit, Shqipëria ka kaluar kufit e parashikimeve deri në Shtetet Arabe.